Mas me na u duk veti fort i madh, jo. Se jena tu u fal, jena tu bën pyetje, jena tu bën. Inshallah na mëshirën e Allahut xhallahu. Nga ndodhia që ka thënë pejgamberi selam, një njeri i devotshëm prej popullit më përposhëm kishte pa 500 vjet adhurim. Tashti pejgamberi selam këtu jep mesazhe dhe jep informacione prej të ardhmes, nuk ka ardhur alaja ti, se kiameti nuk ka ndodhur hala. Po ai me diturinë që ja ka shkollë Allahu xhallahu na thot kështu. Në ditën e gjykimit, ai njeri ka me kërku me hin xhennet me veprat e veta. Se thot kanë pa 500 vjet adhurim, nuk kanë pa gjë tjetër veçse janë përkushtuar Allahu xhallahu. Në rregull, Allahu xhallahu është i urtë. Edhe thot vënjen peshore veprat e këtij robit tem 500 vjet që ka pa adhurim. Si edhe adhurimi është mirësi për Allahut, kur ta mundson Allahu. Edhe thot në krahun tjetër vënja është një sy që ja ka marrë mirësinë e synit me pa. Edhe transmetohet në hadith që syni vjen më shumë se veprat. Në kamar, më i rënd. A kuptoni se po jena kish? Se jena të mlumë dhe jena të kaplumë prej mirësive të Zotit me pak ibadet, vetëm me fitu mëshirën e tij, vetëm kja është si dhëtoan qëllimi. Mas me na u duk veti fort i madh, jo? Se jena të u fal, jena të bën pyetje, jena të bën. Inshallah na mëshirën e Allahut xhallahu.